Kolosianët kapitulli 3, edhe kemi mberitur tek vargu 12. Kolosianët kapitulli 3, duke lexuar nga vargu 12. Le të lexojmë fjalën e shenjtë edhe pa gabueshme e Perëndis. Vishni pra, si të zgjedhur të Perëndis, shenjtor dhe të dashur, për dalim zemshurie, mirësi, përullësi, zemërbutësi, zemërgjerësi, duke dëruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin, në qoftë se dikush ka ankesë kundër një tjetri, si kundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju. Dhe përmbi të gjitha këto, vishni dashurinë që është lidhja e përsosmërisë. Paqe Perëndis për të cilin ju e udhëthirët në një trup të vetëm, të mbretërojnë në zemrat tuaja dhe jeni mirënjohës. Fjala e Krishtit të banojë në ju me begati. Në çdo urtësi mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. Dhe çdo gjë që të bëni, me fjalë a me vepër, t'i bëni një emër të Zotit Jezus, duke e falendëruar nëpërmjet tij Perëndin atë. Unë vdes për filmat e Jackie Chanit. Edhe një nga ato që më pëlqejnë më shumë është The Karate Kid. Në atë film e shikojmë një çon i bullizuar, i cili merret nga Jackie Chan që të mësojë karaten. Mirë po, ditë për ditë, kur vjen të shtëpia e Jackie Chanit, Rino Lor i merr gjaketën dhe duhet të heq, të vër, të marrë prap, të vesh, të heq, të vër, të marrë prap, të heq, e kështu me radhë. Orë pas ore, vetëm të një të ngjaj, ditë pas dite duke bërë këtë gjë. Dhe ky riu shpërthen me mërzitje një ditë dhe thotë, unë e dje si kur ti do më mësoje karaten. Qa është kjo? Hiq vër, hiq vër. Dhe Jackie Chan e sulmon. Edhe tregon në një qast që këto lëvizjet janë tërësia e karates. Dhe tërësia e jetës së krishter mund të përblizet me dy fjalë. Zhvishu, vishu. Zhvishu, vishu. Zhvishu e nga veprat e errësirës dhe vishu me veprat e Krishtit. Zhvishu nga gjërat tokësore dhe vishu me gjërat qiellore. Nuk mjafton që njeriu thjesht të heq mëkatet që ka në jetë. Ai duhet edhe të veshi atë që është në Krishtin Jezus. Ne kemi një baqe dhe nëse unë do shkoj nga baqja, edhe thjesht do të shkull kokat e barishtëve, që do të ndodh? Do të mbinë përsëri. Unë duhet jo thjesht ta shkull kokat e tyre, po do të shkull me rënje dhe të mbjell diçka të mirë, që baqja të lullëzojë. Në të njëjtën mënyrë, ne si besimtar të krishterë jemi të thirrur që të zhvishemi nga çdo gjë që kërkon njeriu ton të vjetër dhe të vishemi sipas njeriu të ri. Shikoni katër gjëra bashkë me mua. Për çfarë do të thotë që të vishemi? Së pari, jeto sipas identitetit tënë, vargu 12. Që ne të jemi të shenjtë, duhet të jetojmë sipas identitetit tonë të ri. Kush je në Krishtin, duhet të përcaktoj se si ti sillesh. Ai fillon në vargun 12 duke thënë vishni, që do të thotë që duhet të bëjmë diçka.
Nuk do të rrim duar kryq duke menduar që Zoti thjesht do të bëj punën dhe ne do të rrim pasiv. As pak. Ne do të jemi aktiv në shëntërimin tonë. Kërkon punë, kërkon mund, kërkon kohë. Dhe kjo është ndoshta arsye pse nuk jemi më të shenjtë se sa jemi, sepse jemi debel. Jemi përtas, nuk duam atë gjën për të cilën duam të punojmë. Ai thot, vishni. Si do të vishni? Sipas identitetit tonë. Ai thot 3 gjëra çfarë jemi. Jemi të zgjedhurit e Zotit, që do të thot që para themelimit të botës, Perëndia vuri dashurinë e tij mbi ne. Jo për shkak të diçka që ne kemi bërë, apo diçka që ne jemi. Jo për shkak të ndonjë merit e jona, po Perëndia duke na parë me dashuri, na zgjodhi. Jemi edhe të shenjtë. Pali nuk po flet për gjendjen tonë, për statusin tonë. Nuk po thot që në jetën e përditshme, unë dhe ty jemi të shenjtë. Jo, jemi mëkatarë dhe mëkatojmë çdo ditë. Po ai po flet për statusin tonë, që Perëndia na ka veçuar nga bota. Mendoni pak për dhjetën e vjetër. Gjërat të shenjta të tempullit, veglat që u përdoren në tempull, pse ishin të shenjtë? Jo vetëm se ishin të pastra, po sepse ishin të veçuara për shërbimin e Zotit. Ose mendoni për rrobat e priftërinëve, të cilat ishin të shenjta. Pse ishin të shenjta? Sepse Zoti e kishte veçuar këto rroba për shërbimin e tij. Dhe unë dhe ty, nëse jemi besimtar të Jezus Krishtit sot, jemi të veçuar për Perëndin, për shërbimin e tij. Jemi të zgjedhur, jemi të shenjtë dhe jemi të dashur. Një Gjoni 3:1 thot, shikoni dashuri të madhe. Ati që na ka dhënë Ati, që ne të quhemi bi të Perëndisë. Tani Zoti e do të gjithë botën në një farë mënyre. Jezusi tha që Perëndia dërgon shiun dhe diellin mbi të mirët dhe të paudhët. Po Zoti ka një dashuri të veçantë për nusin e tij, për kishën e tij. Zoti ka një dashuri shumë të madhe për popullin e vet. Ndalu pak sot dhe mendon. Jam I dashur për Perëndin. Jam I dashur për krijuesin dhe mbretin e këtij universit. Perëndia më do. Tani vini re diçka. Këto fjalë janë përdorur për Izraelin në zjatën e vjetër. Ata quheshin të zgjedhur, të shenjtë, të dashur. Pse përmend? Që të kuptojnë privilegjin e lartë e të qenurit një fëmijë të Perëndisë. Fakti që ne kemi po të njëjtin status dhe magjin një status më të lartë, sësa Izraeli do të thotë, sa të bekuar, sa të privilegjuar jemi ne si besimtar të Jezus Krishtit. Dhe vëllezër dhe motra, thirrja jonë është të jetojmë sipas këtij identitetit. Ne dim që asnjëherë nuk shkon për një besimtar. Dhe këtë duhet të shmangim me çdo kusht. Mbaj mend në shkollë, se isha që karakat në shkollë, edhe po rrifja njeri. Dhe zvënës drejtori më kapi, më mbërthejuaj. Ishti paparaj, a I të kapte në faj gjithmonë.
Se kur erdhi ai nga hiqi, më kapte, më përthente dhe tha, që vi turp ty, ke të përruar shtëpinë tënde, prindërit e tua, shkolla jote, veçja jote, turp të vi. Se të esha vete mo, po sjellja ime nuk e përkiste një njëri nga një familje të mirë apo një shkollë të mirë. Dhe sjellja jonë si besimtar të Jezus Krishtit duhet të përkoj Krishtit, mbretit, të shenjtin, jeto si pas identitetit tënd. Së dyti, vishu me Krishtin, vargon 12 përsëri. Kemi një serë virtytësh që neve na thuan që duhet të veshim. Dhe kanë një gjë të përbashkëta. Janë cilësit të Jezusit. Cilësia e parë është zemshuri. Është një fjalë shumë e fortë. Është diçka që vjen nga zorët. Tani sot, nëse ne bëhemi romantik me nuse dhe themi të dua nga thellësia e zemrës. Po greket e lashtë nuk thoshtin të dua nga thellësia e zemrës, e thoshtin të dua nga thellësia e zorëve. Sepse besonin që ndjenjët më të forta ekzistonin aty. Pse përmend? Kur pali sot zemshuria, ai nuk po thot atë keqe paviat. Asaj dire e. Ai po flet për një gjë shumë të fortë. Krishti e pa turmat si bari, si dele pa bari, dhe pati zemshuri për ta. I mësoj ata dhe vajti në kryq për ata. Zemshuria nuk është atë keqëm të bësha. Zemshuria është një ndjesi të thellë që na bën neve të sakrifikojmë veten për të tjerët. A ke zemshuri? A ndihesh keq për njerëzit apo e ke zemshuri? Cilësia e dytë, mirësi. Tani në Skotësi, nëse një njeri është si but, si që të them, një njeri urtë, e themi, është njeri mirë. Po në fakt, në Bibël, mirësia nuk ka të lloj sens. Në Titi kapitulli 3, vargu 4, ai thot se kur u shfaq mirësia e Perëndis, shpëtimtari ton dhe dashuria e tij për njerëzit, na shpëtoi, jo me anë të veprave të drejta që bëjmë, po sipas mëshirës së tij. Mirësia nuk është të bësh nder njerëzve. Mirësia është të japësh njerëzit atë që nuk e meritojnë kurrë. Po ti, si e trajton të tjerët? Si që meritojnë? Apo si që nuk mund të meritojnë kurrë? Po ti, si e trajtuar nga Zoti? Cilësia e tretë është përullësi. Jezus i tha, mësoni nga unë, sepse jam zemërbut dhe i përullur nga zemra. Edhe pse Jezusi është mbret një mbretër, Perëndia e lavdis, edhe pse Jezusi meriton lavdin e çdo çështje të gjallë, ai erdhi si njeri në trajt shërbëtor dhe vdiq në kryq, i mallkuar nga Perëndia për mëkatet tona. Njerëzit e din përullësi si dopsi. Krishti ishte i fort, me i forti në univers, po uli veten në kryq për njerëz mëkatar si ne. Nga të kuptojnë që jemi të përullur apo jo.
Po, a duhet jemi ne në qendër të vëmendjes? A duhet të dukemi? A pranojmë korrigjim nga të tjerët? A duhet të kemi të drejtë në çdo bisedë? A jemi realist për aftësitë tona, njohuritë tona, veten tonë? Cilësia e katërt, zemërbutësi. Përsëri nuk është një fjalë e dobët. Flet për një fuqi të madhe që mbahet nën kontroll. Zemërbutësi lizet ngushtë me mojësiu në Bibël. Në Numrat 12, vargu 3, thuhet që ishte njëri shumë zemërbut, më tepër se kushdo mbi faqen e Zeut. Mojësiu kishte fuqi të madhe, po nuk reagoi kur ishte provokuar. Mendoni sa herë njerëzit janë ankuar për mojësiun. Mendoni se sa probleme dhe ankesa dhe mumuritje ka pasur ai. Sa herë ishte provokuar rand. Populli ka dashur që të heqin qafe atë për fare. Dhe Mojsiu çfarë bëri? Nuk e humbi vetë kontrollin. Nuk e humbi veten, por mbajti veten. Vetëm në fund të jetës së tij, kur I goditi shkëmbin me shkop, nuk e tregoi zemërbutësi. Po ti, a je I shpejt në zemërim? A nxjerrë mlefin nga goja? A rëmbehesh kollaj kur je provokuar? Sinqer pest, zemërgjerësi. Me fjalë të tjerë, në mes të pikëllimeve dhe sprovave, njeriu vazhdon në besim. Me lejo që të pyes. Kur vjen një fatkeqësi, kur vjen një sëmundje, kur ka një sprovë të madhe, një skam, kur ka një hall në shtëpi, si është besimiri? A duron, a vazhdon, apo e lëshon zemrën tij komplet? Se besimtar për një piknik në malin dajt, në një ditë të bukur, të gjithë ne jemi. Po për një ditë të errët, kur zemra është thyer, edhe gjithçka duket e zezë, sa besimtar jemi? Ne du të vishemi me cilësitë e Krishtit. Jeto sipas identitetit, vishu me Krishtin, dhe së treti imito Krishtin, vargje 13-15. Kemi një ser foli është këtu. E para, për të vënë re, është që janë gjëra që Jezusi bëri. Po duhet të kuptojmë gjithashtu që këto foljet vetëm mund të bëjmë kur jemi bashkë. Të jesh I shenjtë dhe I vetëm është e pamundur. Njeriu nuk mund të jetë I shenjtë dhe të jetë I veçuar nga kisha e Zotit. Nuk po them për takimet e kishës, unë po them për marrëdhëniet me të tjerët. Një njeri që nuk lidhet ngushtë me kishën e Zotit nuk mund të jetë I shenjtë. Ka një mod sot kur njerëzit thonë, unë jam në rregull me Zotin, kam Zotin, kam marrëdhënien time me Perëndin dhe pikë. Jo. Më shumë se 90% e udhërimeve në zjatën e re kanë të bëjnë me marrëdhënien tonë me njëri tjetrin. Qysh mund të jemi shenjtë unë pa qenë I lidhur me ju? Është fizikisht e pamundur. po ne vazhdojmë me idenë që
po I bej Zotit të nderë sot, sepse erën e kish. Jo, kjo nuk është kish. Kisha është lidhje zemrash në bashkësi me njëri tjetrin dhe me Perëndin, që ndërtojnë njëri tjetrin. Tani çfarë thot Pali që duhet të bëjmë? Duhet të durojmë njëri tjetrin. Mendo pak, sa të ka duruar Zoti ty? Sa të ka falur? Sa herë do kishte Perëndia të drejtë që të asgjësoj mua dhe ty nga faqe e Theut? Sa herë ka pas të drejtë Perëndia thjesht të thotë, smerëm me këtë më, do të heq dorë. A ka heq dorë Perëndia nga populli I tij ndonjëherë? Edhe nuk ka për të hequr ndonjëherë. A kemi durim të tillë me njëri tjetrin? Du t'i falim njëri tjetrit. Vargu 13, si kundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju. Po si na ka falur Krishti? Po se ka mbajtur Maria. S'ka mbajtur një rekord, s'ka mbajtur shënim me të gjithë të këqijet të tua, e ka fshirë. Ne në Skotësi kemi një thënie, të falë, pa nuk të harroj kur. Gjyshja ime thoshte, hëtë këtë nëna, të kam falur, o atë që më bere, nuk kam për të harruar kur. Se kështu në fali Krishti, që hodhi në një det të thellë mëkatet tona, dhe vendosi tabelën, ndalohet peshtimi. Krishti na ka falur pa kushte, na ka falur totalisht, na ka falur lirisht, na ka falur kur nuk merituam gjë. Po falje nuk është falje nëse meritohet, apo jo. E mbaj mend shumë mirë, duke dëgjuar një debat midis dy motrave në Krisht. Edhe njëra po kërkonte falje për një gjë. Dhe tjetra tha, oho, ti s'meriton faljen time, ti ke për të bërë shumë që të meritosh faljen time. Pse kështu na bëri Krishti ne? Se kështu është falja, që unë të meritoj falje për Krishtit? Atëherë kur unë më këtoj kundër teje, du të meritoj falje? Zanës jëtës? A ke gjerat? Kundër vllajt, kundër motrës, kundër bashkëshortit, bashkëshortes, kundër një njeriu tjetër, apo mban gjeret në zemër, apo a je duke falë. Du të duam njëri tjetrin, pse? Sepse dashuria është lidhje për sosmërisë, thot Pali. Unë kam një rip për pantalonat. Pa ky ripi do të përohem parehush. Do më bie në pantalonat. Mua më mbajnë të gjithë robët në vend, ripi im. Dhe dashuria e mban të lidhur të gjithë sëlsi të krishterë. Ti nuk mund të durosh nëse s'ke dashuri. Ti nuk mund t'i falësh nëse s'ke dashuri. Mund të vazhdoj me radhë. Pa dashuria, ne nuk mund të bëjmë asnjë gjë tjetër në jetën e krishterë. Duhet të jemi të drejtuar nga paqja e Krishtit. Tekstualisht ai thot, paqja e Perëndis të jetë arbitër në zemrat tuaja. Nëse ti shikon një ndeshje futbolli, apo volejbolli, apo basketbolli, gjithmonë ka një arbitër. Dhe arbitri bën vendime. Dhe Pali thot,
Paqe e Perëndis duhet jetë arbitrin e zemrës tënde. Kur vjen një çështje, edhe ti përballesh me një zgjedhje, ta fal mos ta fal. Paqe e Perëndis duhet jetë arbitrin që të thotë fal. Kur vjen një situatë që dikush të ofendon, të lëndon, të merr në përkëmbë, edhe ti ke një mundësi tani, ti mund të nxjerrësh inatin, apo mund t'i besosh Perëndis me këtë çështje. Kush do të drejtojë ty? Zemërimin tënd apo paqja e Perëndis? Dhe duhet të jemi mirënjohës. Interesante sa herë mirënjohja përmendet në librin e Kolosianëve. Këtu në vargun 15 ai thot, jeni mirënjohës. Vargu 17, duke falendëruar nëpërmjet tij Perëndin Atë. Kur ke bërë një nder një njeri tjetër, dhe nuk të di për nder, dhe nuk të falenderon, si ndjesh? Kur ti ke sakrifikuar për dikush, dhe ata e din si një hiq, se kur e ke për të detyrë, si ndjesh? A nuk të ofendon kur njerëzit nuk janë mirënjohës ndaj teje për atë që ti bën për ta? Po tani, Zoti që ty të shpëtoi nga skllavëria dhe dënimi i mëkatit, dhe të çovi nga mbretëria e errësirës në mbretërinë e tij, që ty të ka volosur për qiellin, që ty të ka dhënë frymën e tij të shenjtë. Nuk je gjë mirënjohës ti Zotit. Është anormale që të mos jemi mirënjohës ndaj Zotit. Është anormale të mos kemi gëzimin e tij. Dhe shpesh herë ne kënaqemi thjesht, erdha unë, e bëre detyrën unë. Po ku është zemra jote? Ku është mirënjohja jote ndaj Zotit? Ku është gëzimi i shpëtimit në ty? Ne duhet të imitojmë Krishtin. Dhe së katërti duhet të drejtohemi prej Krishtit në vargjet 16 dhe 17. Dy gjërat duhet të na drejtojnë nëse do të jemi të shenjtë. Fjalën e Krishtit dhe lavdinë e tij. Nëse unë dhe ty do jetojnë në vullnetin e Perëndis, këto dy gjëra duhet të jenë duke drejtuar jetën tonë. Fjala e Krishtit duhet të banojë në ne. Vdes për një zgarë, e duhet që ka thellë. Dhe kur marinohet mishi mirë, është që të hash. Po tani, nëse unë do të haj mishin që është marinuar për 2 minuta, sa përsu e faqe, ka ndonjë shia i mishi? Po, midhesh po. Nuk është që të hash. Dhe zemra jonë duhet të marinohet në fjallën e Perëndis. Me fjallë të tjerë, ne duhet të qëndrojmë në fjallën e Perëndis, kaq gjatë sa që të marrim shije prej fjallës. Ne jemi të kënaqur me 5 minuta në mëngjes, ja, lexojmë, mbarohëm. Në darkët, ja, mbarohëm. Edhe çfarë morëm nga fjalla? Shumësim për zemër. Njeriu, nëse nuk qëndron duke medituar, duke menduar thellë mbi fjallën, nuk ka si të marrë shijen e fjallës, nuk ka se si të marinohet në fjallën e Zotit. Dhe ai thot fjala e Krishtit banohet në zemrën tuaj me begati. Edhe si, po i jep një shembull se si. Duke kënduar psalmi, himne, këngë frymërore, do vini re diçka.
I këndojnë njëri tjetrit, psalme, himne dhe këngë frymërore. Nuk është, unë jam me Zoti dhe haroj që ju ekzistoni. Kur ne I këndojnë në kish, po I këndojnë Zotit pikë së pari, dhe po I këndojnë njëri tjetrit. Pse? Sepse Pali po thot këtu, në çdo urtësi mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin, duke kënduar me psalmi, himne dhe këngë frymërore. Me fjalë të tjerë, ne nuk jemi këtu vetëm për veten tonë. Dhe në kohën që ne këndojmë së bashku, nuk është që jam unë dhe Zoti edhe unë e madhe se ku është I liri sot. Jo, po I themi lirit. Po I them kristianës se çfarë thot teksti I këngës. Dhe kjo është arsye përse këngët tona duhet të kenë përmbajtje biblike. Nuk jam kundër këngëve të shkurtra, nga njëherë janë shumë të ëmbla dhe shumë të mira dhe kujtojnë. Po ne duhet të kemi këngë që janë mbushur me të vërtetën e fjalës, sepse ne po I këndojmë, po I mësojmë njëri tjetrit ndërsa këndojmë. Pra fjala e Krishtit duhet të banojnë në ne me begati, që të na drejtojë në udhën e Zotit. Edhe ne duhet të jetojmë për lavdinë e Perëndis. Shikoni se çfarë thot në vargun 17, dhe çdo gjë që të bëni, me fjalë me vepër, t'i bëni në emër të Zotit Jezus. Me fjalë të tjerë, gjithçka që bëjmë në jetë, duhet të jetë për lavdinë e Krishtit. 1 Korintës 10:31. Nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha t'i bëni për lavdinë e Perëndis. Jam duke bërë punët e shtëpisë, si duhet t'ja bërë për lavdinë e Perëndis. Jam në punë gjatë ditës, si duhet të jem në punë? Duhet të bëj gjithçka për lavdinë e Perëndis. Kur po argëtohem, kur po pushoj, duhet të bëj gjëra për lavdinë e Perëndis. Gjithë jeta ime duhet të ketë si qëllim që të jetoj për lavdinë e Tij. Ati që më nxori nga errësira e mëkatit dhe më soli jetë. Keni parasysh ata që shesin gjërat dhe vinë në shtëpi të bëjnë një prezantim të produktit në shtëpi. Gjë e parë që thonë është trego çfarë shokët, shoqet, çfarë njerëzish, po tashti jeta jonë që shpenguar në feri, duhet të reklamoj Krishtin. Duhet të jetë një shfaqje të karakterit të Krishtit. Thirrja e Krishtit është të jetojmë jo për veten, po për atë që vdiq dhe u ringjall për ne. Realisht, sinqerisht, për kë po jeton sot. A është qëllimi I madh I jetës tënde të jetosh për Krishtin? Shëntërimi nuk është listë gjatë të gjërave që duhet të bëjmë apo të mos bëjmë. Është të jetojmë sipas identitetit tonë. Është të vishemi me Krishtin, të imitojmë Krishtin dhe të drejtohemi nga këto dy gjëra të mëdha. Fjala e Zotit dhe një dëshirë që Perëndia të përlëvdohet në gjithçka në jetën tonë. Nëse bëjmë këto gjërat, në vërtet do jemi të shenjtë, siç Perëndia tonë. Kam një pyetje. Çfarë masash do marrësh ti këtë javë që të jesh I shenjtë? Vishni, po vishni do të thotë, bëni
diçka. Mos I lini gjenet me kaq. Le të lutem.